Përshëndetje miq. Sot do të flasim për një histori të pazakon dhe tabu, që ka tronditur një familje dhe ka vënë në provë ndjenjat më të forta të një djaloshi të ri. Pas vdekjes së nënës së tij, babai u rimartua me një grua tjetër, duke e sjellë në shtëpi edhe vajzën e saj, një vajzë të bukur, të zgjuar dhe plot jetë. Fillimisht ata u trajtuan si vëlla e motër, por me kalimin e kohës ndjenjat ndryshuan. Në heshtje, djaloshi filloi të ndjente diçka më shumë, diçka që nuk duhej të ekzistonte. Dashuria për motrën e njerëkës u bë një sekret i madh, që po e diqte për brenda dhe që nëse zbulohej do të sillte shkatërim për gjithë familjen. Një fillim i ri në familje. Arlindi ishte vetëm 17 vjeç kur jeta e tij ndryshoi përgjithmonë. Pas një sëmundje të rëndë, nëna e tij ndërroi jetë dhe la atë të vetëm me babain. Dhimbja ishte e madhe, por koha nuk ndalet për askënd. Pas një viti të vështirë, babai i tij, Petriti, vendosi të martohej sërish. Ai u njoh me një grua të ve, Meritan, e cila kishte një vajzë të moshës së Arlindit. Kur Merita dhe vajza e saj, Ana, hyn për herë të parë në shtëpinë e tyre, Arlindi ndjeu një përzierje emocionesh. Nga njëra anë ndihej i tradhtuar nga babai, si mund të zëvendësohej aq shpejt nëna e tij. Por nga ana tjetër, kur syt i shkuan tek Ana, zemra i rahu më fort. Ana ishte ndryshe nga çdo vajzë që kishte parë. Sytë e saj të mëdhenj, të ngjyrës së gjelbër, shkëlqenin si xhama të çmuar, ndërsa flokët e gjatë kafe i binin mbi shpatulla si një lum i butë. Ishte pothuajse e njëjta moshë me të gjimnaziste në vitin e tretë, dhe në fytyrën e saj shihej një përzierje pafajësie dhe rebelimi rinor. Arlind, kjo është Ana, nga sot jeni si vëlla e motër, tha Petriti me një buzëqeshje të detyruar, sikur të mos donte të pranonte sa e vështirë ishte kjo situatë. Arlindi buzëqeshi lehtë dhe i dha dorën. Por në shpirt, diçka tjetër ndodhi, një ndjenjë që nuk kishte lidhje me vëllazërinë. Afërsia që s'mund të fshihej. Ditët kalonin dhe ngadalë familja e re po përpiqej të përshtatej. Merita kujdesej për shtëpinë me përpikëri. Petriti punonte gjatë gjithë ditës, ndërsa Ana dhe Arlindi kalonin më shumë kohë bashkë. Fillimisht ishte thjesht shoqëri e zakonshme. Shkonin në shkollë, mësonin në dhomën e ndenjës, bënin shaka në obor. Por sa më shumë kalonte koha, aq më shumë Arlindi ndjente se mes tyre po linte një lidhje e veçantë. Ai e kapte shpesh veten duke e parë Anën fshehurazi, duke vënë re çdo detaj të saj. Mënyrën si mbante librat, si lidhi flokët me një laps kur nuk gjente gomë, si qeshte me zë të lartë pa u shqetësuar se kush e dëgjonte. Një mbrëmje, ndërsa po shikonin një film së bashku, duart e tyre u prekën rastësisht mbi divan. Ishte një prekje e lehtë, por zemra e Arlindit u ngrit në fyt. Ai e tërhoqi dorën me një herë, i friksuar se mos Ana do të mendonte keq. Por ajo nuk u largua, përkundrazi, qëndroi e qetë, sikur të kishte ndjerë të njëjtën gjë. Netët që pasuan u mbushën me mendime të ndaluara. Arlindi e dinte se nuk ishte e drejtë. Ana ishte vajza e gruas së babait të tij, praktikisht motra e tij e njerëkës. Por zemra nuk pyeste për ligje e rregulla. Zemra ndiqte rrugën e vet, edhe kur kjo rrugë të çonte drejt humnerës. Sekretet e padukshme. Ana gjithashtu nuk ishte indiferente. Filloi të kërkonte më shpesh shoqërinë e Arlindit, të hynte në dhomën e tij për ndihmë me mësimet, të qeshte me çdo batutë të tij. Edhe kur nuk ishte dhe aq e bukur, kishte diçka në sytë e saj sa herë shikonte që e tradhtonte. Një shkëlqim që nuk kishte të bënte vetëm me respektin për një vëlla. Një natë, ndërsa Merita dhe Petriti kishin shkuar në një dasmë, Ana dhe Arlindi mbetën vetëm në shtëpi. Shiu binte me forcë jashtë dhe dritat u fikën papritur. Ata ndezën disa qirinj dhe ulën afër për të mos pasur frikë nga errësira. Është çudi ndon se kemi kaq pak kohë që jetojmë bashkë. Ndjehem sikur të njoh prej kohësh, tha Ana, duke e parë drejt në sy. Arlindi ndjeu se zemra i ndaloi për një moment. Nuk dinte çfarë të thoshte. Edhe unë, u përgjigj me zë të dridhur. Qetësia që ra pas fjalëve të tij ishte më e fortë se çdo stuhi. Ata nuk prekën njëri tjetrin atë natë, nuk e shkelën atë vit të padukshme që i ndante, por që nga ai moment të dy e dinin. Diçka e rrezikshme kishte lindur mes tyre, një sekret i heshtur, një dashuri që nuk duhej të ekzistonte, por që po rritej çdo ditë më shumë. Një ndjenjë që s'mund të fshihet. Ditët kalonin, por pas asaj nate me shi, marrëdhënia mes Arlindit dhe Anës nuk ishte më e njëjtë. Çdo shikim, çdo fjalë e thjesht kishte një peshë të padukshme. Ata përpiqeshin ta mbanin veten, të silleshin normalisht, por sa herë që takoheshin vetëm, ajri mes tyre rëndohej, si të kishte një sekret që donte të shpërthente. Në shkollë, shokët e tyre filluan të bëjnë pyetje.
keni filluar të bëheni shumë të afërt ju të dy, tha një ditë shoqja e Anës, duke qeshur. Ana qeshi me zor, por faqet i morën flak. Arlindi bëri sikur nuk dëgjoi, por në brendësi ndjeu një përzierje gëzimi dhe frike. Një pasdite, ndërsa po ktheheshin nga shkolla, kaluan pranë një fushë me lule. Ana ndaloi, këputi një margaritar dhe ja zgjati Arlindit. Mere që të kujtoj gjithmonë këtë ditë, tha ajo, duke i buzëqeshur. Ishte një gjest i thjesht, por për Arlindin kishte kuptimin e një premtimi të fshehtë. Ai e futi lulen në xhep, si të ishte thesari më i madh i jetës së tij. Mbrëmjeve, kur të dy uleshin të mësonin, shpesh haronin librat dhe humbisnin në biseda për ëndrat, dëshirat dhe frikërat e tyre. Ata e kuptuan që kishin më shumë ngjashmëri se sa kishin menduar. Të dy ndiheshin të pambrojtur, të dy kishin humbur diçka në jetën e tyre, dhe ndoshta kjo boshllëksi i kishte afruar më shumë. Por sa më e fortë bëhej lidhja, aq më e madhe bëhej edhe frika. Po sikur dikush të vinte re, po sikur babai dhe Merita të kuptonin. Afërsia e rrezikshme. Një mbrëmje vere, shtëpia ishte e qetë. Babai kishte shkuar në një udhëtim pune, ndërsa Merita kishte shkuar të vizitonte një të afërm. Ana dhe Arlindi mbetën sërish vetëm. Në obor, në dritën e hënës, ata bisedonin gjatë, duke pirë lëng portokalli nga një gotë vetme. Ishte një moment i thjesht, por i mbushur me ndjenja. Ana e shikonte gjatë, sikur donte të thoshte diçka, por nuk guxonte. Papritur, një erë lehti shpërndau flokët e saj mbi fytyrën e Arlindit. Ai e ngriti dorën për t'ia larguar dhe u ndal. Zemra i rrihte aq fort sa mendoi se edhe ajo mund ta dëgjonte. Ana nuk u largua. Përkundrazi qëndroi aty, duke i parë syt me një butësi që fliste më shumë se çdo fjalë. Arlind, pëshpëriti ajo. A nuk ndodh ndonjëherë që zemra nuk dëgjon askënd, as familjen, as rregullat? Arlindi u drodh. Nuk priste që ajo të shprehej aq hapur. Po ndodh, tha me një zë të ulët. Por është e rrezikshme, shumë e rrezikshme. Heshtja që pasoi ishte ngarkuar me gjithçka që ata nuk mund ta thoshin dot. Në atë moment, ata kuptuan se ndjenjat nuk ishin më vetëm një hamendje, ishin reale, të forta dhe i kishin pushtuar të dy. Që nga ajo natë, gjithçka ndryshoi. Tani, çdo herë që ishin bashk, duhej të luftonin jo vetëm ndjenjat e tyre, por edhe frikën e madhe të zbuluarit. Dyshimet e para. Ditët kalonin dhe marrëdhënia mes Arlindit dhe Anës bëhej gjithnjë më e dukshme. Edhe pse të dy përpiqeshin ta fshihnin. Shokët dhe fqinjet filluan të vërejnë afërsinë e tyre, dhe pak nga pak, thashethemet nisën të qarkullonin në fshat. Një ditë, Merita vuri re diçka në sjelljen e vajzës së saj. Ana po kthehej shpesh në dhomën e Arlindit, duke kërkuar ndihmë me mësimet, duke biseduar gjatë, ose duke u qeshur fshehurazi për batutat e tij. Merita ndjeu një shqetësim që nuk e kishte ndjer kurrë më parë. Ana, çfarë po ndodh këto ditë? Po kthehesh shumë shpesh në dhomën e Arlindit, tha ajo një pasdite, duke i hedhur një shikim të ngulitur. Ana u çudit, por përpiqej të mbante qetësinë. Nën, po ndihmojmë njëri tjetrin me mësimet. Nuk ka gjë më shumë, tha ajo, duke ndjerë se një pjesë e saj po dridhej nga e vërteta që po fshihej. Por Merita nuk ishte e bindur. Një ndjesje thellë paralajmëronte se diçka po ndodhte. Diçka që mund të shkatëronte paqen e familjes. Një moment i rrezikshëm. Një pasdite babai Petriti ishte kthyer papritur nga puna. Ai nuk kishte paralajmëruar askënd dhe hyri në shtëpi më herët se zakonisht. Arlindi dhe Ana ishin ulur në dhomën e tij, duke bërë detyrat së bashku, dhe u ndan në momentin që dëgjuan çelsin në derë. Petriti ndaloi në prag dhe i shikoi gjatë. Një ndjesje e çuditshme i ra në sy. Sytë e Arlindit dhe Anës kishin një shkëlqim të veçantë, që nuk dukej si thjesht shoqëri. Ai u afrua ngadalë, duke u përpjekur të mos e shfaqë dyshimin menjëherë. Po shikoni njëri tjetrin shumë gjatë, tha ai pa një ton të qetë. Çfarë po ndodh këtu? Të dy ndjen një frikë që u ngriti flokët në këmbë. Nuk ishte momenti për t'i treguar të vërtetën. Ana u ngrit shpejt dhe tha: "Asgjë, babi, vetëm po punojmë detyrat." Por Petriti nuk ishte i bindur. Diçka brenda tij i thoshte se ndjenja që po ndodhte mes tyre ishte më shumë se një miqësi. Ai e la çështjen aty, duke vendosur të vëzhgonte më shumë. Pas asaj dite, tensioni u rrit. Arlindi dhe Ana kuptuan se çdo moment i përbashkët tani ishte një rrezik. Çdo shikim mund të zbulohej, por ndjenjat e tyre nuk mund të ndaleshin. Dashuria po rritej dhe çdo fshehtësi ishte një sfidë për zemrat e tyre. Një përballje e sinqertë. Ditët pas incidentit me Petritin u bën të vështira.
Arlindi dhe Ana ndjenin se çdo moment së bashku ishte një rrezik, por dashuria e tyre nuk mund të mbahej më e fshehur. Një mbrëmje ndërsa të dy ishin në obor, Ana foli e qetë. Arlin, nuk mund të vazhdojmë kështu, duke jetuar me frikë. Zemrat tona e din të vërtetën, edhe nëse nuk guxojmë ta themi me zë të lartë. Arlindi e shikoi gjatë. Zemra e rrite fort, por këtë herë jo nga frika, por nga lehtësimi që dikush tjetër e ndjente po aq fort sa ai. Ke të drejtë, tha ai, por si mund të jemi të lumtur pa e shqetësuar familjen? Pa çka se ndjejmë kaq shumë për njëri tjetrin? Ana ju afrua dhe preku dorën e tij. Nëse kemi guximin të flasim hapur dhe me respekt, ndoshta mund të gjejmë një rrugë që nuk shkatëron gjithçka. Një zgjidhje e re. Ditët që pasuan, Arlindi dhe Ana vendosën të jenë të sinqertë me prindërit. Ata u ulën për të biseduar me Meritën dhe Petritin. Ishte një bisedë e vështirë, plot tension dhe emocione, por që e shëroi plagën e fshehtësisë. Ne e dim që ndjenjat tona nuk janë të zakonshme, tha Ana, por ne duam të jemi së bashku. Premtojmë të respektojmë familjen dhe të bëjmë gjithçka për të mos e dëmtuar askënd. Petriti dhe Merita heshtën për disa sekonda, duke ndjerë peshën e situatës. Por pastaj Petriti foli me një zë të butë. Nëse jeni të sigurt për ndjenjat tuaja dhe i respektoni gjithçka rreth jush, atëherë nuk mund të kundërshtojmë. Vetëm kujdesuni për njëri tjetrin dhe për familjen. Merita u përqafua me Anën dhe për herë të parë një ndjenjë qetësie mbushi shtëpinë. Fundi i bukur. Nga ajo ditë gjithçka ndryshoi. Arlindi dhe Ana mund të shijonin dashurinë e tyre pa frikë, por gjithmonë me respekt dhe maturi. Familja u bë më e fortë, duke mësuar se ndjenja e vërtet nuk është gjithmonë e zakonshme, por mund të mbjetojë me mirëkuptim dhe dashuri. Ata kaluan kohë bashk, duke ndihmuar njëri tjetrin me mësimet, duke qeshur dhe duke ndërtuar kujtime që do të mbeteshin përgjithmonë. Edhe Petriti dhe Merita mësonin të respektonin lidhjen e tyre, duke parë lumturinë e fëmijëve. Një ditë, ndërsa dielli perëndonte dhe shiu i lehtë binte mbi obor, Ana dhe Arlindi u ulën pranë njëri tjetrit. Ai e mori dorën e saj dhe tha: "Kudo që të shkojmë, kjo dashuri do të na mbajë të fortë. Për ne, familja dhe zemra mund të gjejnë gjithmonë një rrugë bashkimi." Dhe kështu, ajo që duke si një histori tabu, përfundoi me një fund të bukur. Dashuria e ndaluar u shndërrua në mirëkuptim, respekt dhe lumturi të ndërsjellë.